Këto janë 3 gjëra të rëndësishme për të bërë në mënyrë nëse tregu juaj është mos besues, jo vetëm tek biznesi juaj, por edhe tek bizneset në përgjithësi. Gjëja e parë është komunikimi i mënyrës se si ju i merrni vendimet me klientët tuaj potencial, me klientët tuaj aktual, por dhe me skuadrën tuaj. Sa më shumë njerëz të kuptojnë se pse ju i bëni gjërat që bëni, atëherë aq më shumë do rritet besueshmëria, sepse sidomos nëse kjo gjë është e vërtetë, njerëzit pastaj kanë më shumë buy-in quhet në anglisht, ose janë më shumë pjesë e procesit me ju, se sa nëse nuk e dinë se përse ju bëni çfarë bëni. Pjesa tjetër është përputhja midis fjalës dhe veprës. Nëse ka një krisje midis fjalës dhe veprës, ajo që ju thoni dhe ajo që ju bëni, patjetër kjo është mënyra më e lehtë që të thyeni besueshmërinë me tregun tuaj. Dhe pjesa e tretë, ose le të themi gjëja e tretë për të fokusuar është te rrugtimi i klientit tuaj. Sot duhet të zgjidhni një problem të vogël për klientin në mënyrë që të mundoheni pastaj të zgjidhni një problem pak më të madh. Dhe duke zgjidhur problemin e vogël, klienti e kupton rëndësinë e gjës që ju bëni, merr rezultatet që do, patjetër, dhe pastaj ka një mënyrë tjetër se si mund të vazhdojë që të marrë ndihmë nga ju me ato ofertat e tjera që ju keni. Shumë faleminderit që më ndoqët, do shihemi në videon e radhës.